4 kilometra nën sipërfaqen e oqeanit, një errësirë ku presioni mund të shtyp mushkrit e njeriut sa madhësia e një grushti, shtrihet Titaniku. Ne mendonim se e dinim çdo gjë për fundosin e tij. Icebergu, mungesa e varkave, gabimet njerëzore. Por teknologjia e vitit 2026 sapo ka zbuluar diçka që tronditi shkencëtarët. Nuk ishte një çarje thjesht, ajo që e mbyti anien e pandryshueshme. Dhe ajo që u gjet brenda korridoreve të saj të vdekura, do t'ju bëj të rishkruani historinë. Pse ania po zhduket me një shpejtësi të frikshme dhe cilat janë krijesa që po e han atë çdo ditë? Qëndroni me ne, sepse ky zbulim i ri do t'ju lër pa frym. Por para se të fillojmë, shtypni like, bëni subscribe dhe aktivizoni zilen që të mos humbisni asnjë udhëtim në thellësitë e misterit. Një thellësi prej gati 4 kilometrash, rreth 3800 metra, është një humner që ndërgjegja njerëzore mezi mund ta kuptoj. Një rënje në errësirën e vdekur, ku presioni arrin 400 atmosfera, sikur 50 avion udhëtarësh të përplasen mbi çdo metër katror të trupit. Ky presion është i mjaftueshëm për të ngjeshur mushkrit në madhësinë e një grushti dhe për të shtypur metalin si një letër e hollë. Nuk ka fare dritë. Asnjë foton i vetëm nuk arrin në këto shtresa. Kjo natë e ngrirë e përjetshme me temperatura të ujit rreth zero duket si një botë jashtë toksore me ashpër sa edhe sipërfaqja e Marsit. Dhe pikërisht në këtë zblastit të ftohtë e të pamëshirshme ndodhet Titaniku. Ania që u quajt një ëndër e pambyçme, një simbol i arrogancës njerëzore është bërë simboli i tragjedisë. Për më shumë se një shekull, ajo ka pushuar në errësirë si një legjendë, si një fantazmë, një vend që mban kujtimin e 1500 shpirtrave të humbur. Ne mendonim se dinim gjithçka për të. Lexuam libra, pam filma, studiuan kronikat e pasagjerëve, ekzaminuam pamjet konkrizore nga ekspeditat e para, ku shkrepjet e dritës mezi zbulonin konturet e asaj të ndryshkura nga thellësitë. Ishim të sigurt se misteri ishte kuptuar. Prej kohësh, icebergu, çarja e trupit, gabimet, mungesa e varkave të shpëtimit. Një tragjedi që mund të shpjegohet. Por ne e kishim gabim, sepse pam vetëm hijen e saj sipërfaqësore. Teknologjitë e reja kanë bërë të pamundur bërjen e të paimagjinueshmes, jo vetëm të arrihet tania dhe të bëhet disa shkrepje, por të deportohet në brendësinë e saj të fundosur dhe të vdekur. Të shohim atë që kishte qenë e paarritshme për dekada. Dhe ajo që droni robotik zbuloi në këto korridore të fundosura tronditi studiuesit. Këto nuk ishin gjetje të izoluara, por një zbulim që mund të rishkruante vetë historinë e fundosjes së anijes. Dhe jo vetëm aq, rezultoi se Titaniku nuk qëndroni vetëm në shtratin e detit. Ai ka një shoqëri të huaj në këtë errësirë rënqetëse. Për të kuptuar se çfarë duhet të kërkuar, duhet mbajtur mend se sa gjatë i shpëtoi Titaniku njerëzimit. Ai u kërkua për 73 vjet. Gjithçka ndryshoi në vitin 1985, kur ekspedita e Robert Ballard, zyrtarisht e ngarkuar me kërkimin e nëndetësve të mbytura, Thrasher dhe Skorpion, në një komision sekret nga Marina e SBA-s, mori vendim 12 ditë kohë për të tentuar të gjente edhe Titanikun. Ballard përdori një strategji unike. Ai nuk kërkoi vetë anijen, por gjurmët e mbeturinave që ajo duhej të kishte lënë pas gjetjes dhe pas gjatë rënies së saj. Një natë të thellë, një shenjë e çuditshme u shfaqi në sonar. Pastaj kamera tregoi një kazan gjigant, shenjë e parë serioze. Kjo i çoi studiuesit në një gjurmë qymyri, pjatash dhe rënojash, derisa një mur gjigant çeliku doli nga errësira. Ky ishte Titaniku. Por kjo u pasua menjëherë nga një tronditje. Ania nuk qëndronte në një pjesë të vetme, siç ishte paraqitur për aq shumë vite. Ajo ishte thyer në dy pjesë. Bashu, pjesa e përparme jashtëzakonisht e ruajtur mirë, ishte nguluar në shtratin e detit si pika. Dhe pupa, pjesa e pasme, rreth 600 metra larg, ishte një grumbull kaotik metali të përdredhur. Miti i një fundosje të plot u zhduk në atë moment. Një tjetër burr, James Cameron, donte të hynte brenda. I fiksuar pas ides, ai bëri 10 zhytje duke përdorur nëndetëse truse mirë. Ai krijoi robotët e tij,
eksploruesit e vegjël të quajtur Jake dhe Elliot, të cilët mund të deportonin në zona të paarritshme për njerëzit. Ishin ata që siguruan pamjet e para nga brenda anijes. Korridoret e klasit të parë, llambadaret në det të varur por të mbuluar me ndryshk, mbetje kabinash, banja, korniza krevatësh prej bronzi dhe madje edhe copa letre të ruajtura mrekullisht fal llumit dhe niveleve të ulta të oksigjenit. Ndërkohë një kthesë vërtet teknologjike ndodhi. Kompania Magellan dhe kanali Atlantic Productions kryen një ekspedit duke përdorur dronët autonom skanues Romeo dhe Juliet. Ata bën 750.000 imazhe duke mbledhur 16 terabajt informacion. Superkompjutorët krijuan binjakun e parë plotësisht digital të Titanikut në histori. Modeli ishte aq i detajuar saqë dukeshin edhe shenjat në helik, reshtat e shisheve të shampanjës të paprekura dhe një këpucë e vetmuar pranë mbetjeve të një valixheje. Por kjo zbuloi edhe diçka tmerruese. Titaniku po zhduket. Jo thjesht po ndryshket, por po shembet me shpejtësi. Çatja mbi shkallët e mëdha është shembur. Palestra ka rënë, muri i kabinës së kapitenit është thërmuar, duke krahasuar skanimet e vitit 2023 me fotot e viteve 1980 dhe 1990. Shkencëtarët përcaktuan se anija do të zhduket përafërsisht në 30 deri në 40 vjet. Binjaku digital zbuloi prova të reja. Në trupin e anijes nuk ka asnjë çarje gjigante siç mendohej. Në vend të kësaj u gjetën 6 zona të veçanta me goditje dhe çarje të vogla. Icebergu nuk e preu anijen, ai e goditi dhe e shtypi, duke nxjerr ribatinat dhe duke krijuar çarje të shumta. Shkaku qëndronte te qeliku. Analiza tregoi një përmbajtje të lartë fosfori dhe squfuri, duke e bërë metalin të brisht në temperaturat e Atlantikut të Veriut. Në ujë të ngrohtë, ky çelik do të ishte fleksibil, por në -2 gradë ai u bë pothuajse si xham. Icebergu fjalë për fjalë e thërmoi atë. Por zbulimi më i madh erdhi nga brenda. Metali është imbuluar nga formacione të çuditshme ndryshku retikulate. Analiza e ADN zbuloi një specie të re, Halomonas titanicia, një bakter ekstremofil që ushqehet me hekur. Ai dekompozon qelikun duke lënë pas okside të thyeshme. Vlerësohet se këto bakterie konsumojnë rreth 180 kg metal në ditë. Titaniku bën një ekosistem, një shkëmb nën-ujor dhe një vend ushqimi për lloje që nuk ekzistonin më parë. Dronët gjetën gjithashtu gjurmë njerëzore, valixhe të shpërndara, kapela, lodra, çifte këpucës që qëndronin sikur sapo janë hequr, edhe pse trupat janë zhdukur plotësisht gjatë dekadave. Mes kësaj fushe, hidhërimi. Skaneri diktoi një shkëlqim, një zinxhir ari me një varse, një dhëmb megalodoni i veshur me metal. Një artefakt plotësisht i papritur që lidh epokën parahistorike, kohën e Titanikut dhe shekullin ton. U zbuluan edhe shishe shampanje të përhapura dhe koka e një kukulle porcelani. Këto nuk janë thesare, por dëshmi të heshtura të vdekurve. Dronët dhanë 3 zbulime kryesore. I pari është se Titaniku ishte i dënuar jo nga icebergu, por nga defektet strukturore të trashëguara. I dyti është se një bakter i ri po shkatron anijen dhe koha po mbaron. I treti është se mes rënojave shtrihen sekrete njerëzore, jo më pak të rëndësishme sa ato teknike. Çdo zhytje e re është një lam të mirë. Së shpejti do të mbetet vetëm një gjurmë e ndryshkur në shtratin e detit. Pyetja nuk është më se çfarë ndodhi, por çfarë do të arrijmë të ruajmë. A duhet të nxjerrim artefaktet e gjetura duke i shpëtuar nga bakteret apo të lëmë këtë vend në qetësi, duke lejuar natyrën të përfundojë procesin e saj? Zgjedhja u takon atyre që kujtojnë. Të nderuar shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Ju lutem, ndani mendimet tuaja në komente dhe nëse ju pëlqeu kjo video, ju lutemi jepni një pëlqim dhe abonoheni në kanalin ton. Faleminderit.